Një tjetër është gryksia kur barku bëhet zot. Tek Zanafilla, kapitulli 25, vargje 29 deri në 34 ne mësojmë që Esau shiti të drejtën e të paralindurit për një fjatë thjerëzash në fakt. Edhe ai ishte shumë i uritur dhe madje mendoj që në ato momente ai shumë e kishte marrë uria se mund kishte edhe kohë. Ta mbledh të hatha sepse tha unë jam i vdekur. Ndërkohë që Jakobi i thot më shit para pirninta. Ne e dim që çfarë do të thot para birnia. Do të thotë e drejta për të marrë bekimet nga Ati edhe për të marrë atë trashëgimin dhe drejtimin e shtëpisë së familjes. Kemi Izraelin. Izraelitët kur dolën nga Egjipti ankoheshin. Nuk kemi për të ngrahë. Zoti dha bukë. Nuk kemi mish. Zoti dha mish dhe solli ato zojt që ata hangën aq shumë mish sa aq shumë kishte për të ngrahë dhe për një kohë të gjatë sa dhe ata u delën u vështiros mishi. Kemi Solomonin që i dha çdo kënaqësi zemrës, por fundi vanitet dhe stërmundim shpirti. Shumë njerëz sot nuk e kontrollojnë dot këtë gjë. Mendojnë që duke ngrënë ose duke mbushur barkun janë rreth. Edhe po ta shikosh një nga justifikimet tona është që po duam të hamë. E po të ushqejnë fëmijët. Tani, të gjitha këto janë gjëra të mira pozitive, por problemi që ndron që këto bëhen zot të jetës. Dhe e vërteta është që Perëndia është Zoti ynë dhe Perëndia ynë. Po kur bëjmë neve Zotin të jetës tonë, stomakun tonë, të ngrënit tonë, herë ne largohemi nga Perëndia.